Rrugëtimi shkencor i profesoreshës Klara Kodra mes botës arbëreshe dhe letërsisë shqipe ishte konferenca ndërkombëtare që u mbajt sot në Gjirokastër. Aktiviteti 60 vjeçar i studiueses, kritikes letrare e poetes me origjinë nga qyteti Gurtë erdhi përmes kumtesave të mbajtura nga pedagog të Universitetit e Qerem Çabej e studiuesve të ardhur edhe nga Kosova e Maqedonia e Veriut. Në jetën akademike, profesionale time, kam njohur shumë figura të letërsisë shqipe, të letërsisë botërore, e ndërto kam njohur Klara Kodrën. E vlerësoj shumë për personalitetin e saj që ka, mbi të gjitha është njerëzore, është studiuse, është kritike letrare, është shumë e saktë, është shumë koncize dhe me një, përkushtim shumë të madh në ato të cilat ka shkruar. Nuk është hera e parë që unë marr pjesë në konferenca që organizohen në lidhje me figurën e Klara Kodrës, po është hera e parë që këtu organizohet një konferencë pikërisht për këtë studiuese të letërsisë. Në fakt, më ka bërë shumë përshtypje, unë kam parë dhe botimet e fundit të Klarës dhe isha shumë e interesuar që në këtë konferencë të sillja diçka të re. Dhe ndërto është një vëllim Vallja e Rezeve, ku ajo ka shkruar shumë për Ismail Kadare dhe kuptova që ishte në thonjza një idhull të cilën ajo e vlerësonte shumë dhe besoj se i përshtatet edhe qytetit tonë për të figurë madhore. Pse e them këtë? Kur e kam pyetur Klarën diku në një konferencë që si e shikonte Ismail Kadare në ato vite, më ka thënë në ligjërat të drejtë. Në fillim më dukej pak i zynë, pak i errët, për shkak të tipit të karakterit që kishte, dhe unë isha një kritike shumë e fortë e veprave të tij. Por realisht kisha gabuar, thotë, ndoshta në thonjza kisha gabuar sepse pasi dhe unë formova dhe e pash që vlera kishte një rëndësi të veçantë, nuk e dija, thotë, unë u bëra dhe një studiuese dhe aq më tepër u bëra një kritike shumë e fortë e Ismail Kadares. Sipas saj, Ismail Kadareja ishte dhe adhuruesi i nënës së saj, sepse kishte përkthyer shumë vepra në gjuhën italiane dhe ndoshta kjo ishte pak elokuente në ato të cilat mua Klara më kishte treguar. Shiko, ajo që vëre unë është që letërsisë nuk do t'i kthehet më Klara Kodra dhe këtë e them me sinqeritet shumë të madh. E them këtë sepse pasi unë kam lexuar veprat e saj, mund të them që Klara ka qenë shumë, koncize, strikte, aty ku duhet kritikuar, kritikonte, ku ka qenë studiuese në optikën e saj ka qenë studiuese dhe prandaj them që nuk kritika letrare duhet të zërvendi që takon, pra nuk është vlerësuar sa duhet nga kritika letrare dhe normale për këtë mund të kem objektiva të qarta. Tjetër gjë që mund të thoja për Klarën është, më ka thënë në ligjërat të drejtë edhe këtë, sepse e njoh edhe personalisht që unë jam thoshte edhe një poete dhe poetët në thonjza janë pak të çmendur dhe uroj thoshte të çmendur gjithmonë në thonjza, uroj që edhe poetët e tjerë të cilët thoshte do të vinë pas meje të kenë këtë lloj delli, sepse nëse një poet nuk ka frymëzim, nuk ka ndjenjë apo nuk ka atë ndjenjë e përgjithësisë, nuk mund të bëhet poet. Ajo që mua më ka bërë përshtypje edhe në rrugëtimin e saj profesional është që Klara Kodra nuk i përshtatet disa rregullave që mund të themi se kjo për shembull e zëm për të njëjtën shkrimtar, ne duhet të shkruajmë kështu. Jo, pse e them këtë? Sepse në këtë rrugëtimin tim profesional, kur unë kam parë shkrimtar të ndryshëm, kam parë që ndoshta në Shqipërinë tonë njerëzit vuajnë për karrikë dhe për dekoratat, ndoshta edhe të pamerituara. Jo, Klara e ka ndërtuar të gjithë krimtarinë e saj profesionale vetëm nëpërmjet mundit, nëpërmjet djersës dhe nëpërmjet punës. Tema që unë kam përzgjedhur është ndikimet përkimet e letërsisë gojore në këndvështrimin e profesore Klara Kodrës. Në këtë drejtim kemi kontribute të shumta nga studiues të ndryshëm dhe të shumtë shqiptar, ku në veçanti do të përmendja profesor Jorgo Bulat dhe profesor Ali Gjikut, por që këtij kontributi i bashkangjitet edhe kontributi i profesore Klara Kodrës. Mendoj se është një temë interesante, sepse dëshmon këtë lidhje që ekziston midis folklorit dhe artit të kultivuar. Ajo kryesisht kontributin e ka në këtë drejtim tek letërsia arbëreshe. Por do ta shohim në temë që kalon kufit dhe të letërsisë arbëreshe me autor si Kadareja dhe Dritëra Akolli. Njohjet e mia me profesores Klarën datojnë qysh para 10 vitesh, kur unë punoja në qendrën e studimeve enciklopedike në Akademinë e Studimeve Albanologjike, sot Akademia e Shkencave e Shqipërisë, dhe kam pasur fatin që ta kem profesores Klarën në zyrat e enciklopedisë. Që aty ka nisur bashkëpunimi me të, është të kurorësuar me pjesëmarrjen në shtator të vitit 2019 me një konferencë në Universitetin e Kalabrisë, kushtuar 200 vjetorit të lindjes Santorit, arbëreshit pak i njohur më parë, por që këto vitet e fundit është njohur
për veprën e tij si shkrimtar, si romancier. Dhe më pas kemi vijuar bashkëpunimin edhe në Qendrën e Studimeve dhe Publikimeve të Arbëreshme, ku unë punoj tashmë prej 6 vjetësh, dhe mund të them me plot gojën që profesoresh Klara është një gur i çmuar i studimeve arbëreshe, për të cilën ne krenohemi, ne si qendër dhe të gjithë institucionet studimore në vendin tonë, sepse jo nuk resht së studiuari dhe së përgatituri, së krijuari për shkrimtar të veçantë dhe për studiues të veçantë arbëresh, pra të letërsisë arbëreshe, po ashtu edhe të letërsisë shqipe. Profesoresh Klara Kodra zë një vend të rëndësishëm me studiuesve shqiptar që kanë kontribuar me pushtim për studimin e identitetit kulturor, të trashëgimisë shkencore kulturore të letërsisë arbëreshe, të rolit të saj të madh në kulturën shqiptare, që kanë kontribuar në njohjen dhe studimin e historisë së letërsisë shqiptare, si kritike letrare, si studiuese, si kërkuese pa lodhë shkencore, si shkrimtare apo poete. Me bashkëorganizimin e kësaj konference ne shtojmë një nderim tjetër në radhën e nderimeve të universitetit ynë dhe veçanërisht Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë të këtij universiteti u ka kushtuar personaliteteve të shkencës në përgjithësi dhe atyre të gjuhësisë në veçantë. Në të një kohë ne përmbushim një detyrim moral për të nderuar gjithë kontribuesit tanë në fusha të ndryshme të letërsisë dhe të gjuhësisë. Kumtesa ime në këtë konferencë shkencore është studimet letrare të Klara Kodrës për poezinë e Zef Serembës. Klara Kodra njihet në studimet historike letrare si studiuese shumëanshme. Ajo ka botuar artikuj, studime dhe shumë monografi. Është e pranishme në tërë literaturën për letërsinë arbëreshe. Në Kosovë të gjitha botimet si thoshe kanë të pranishme Klara Kodrën dhe ajo është veçanërisht në ato kompletet e veprave kushtuar Zef Serembës. Mund të themi se studimi për poezinë e Zef Serembës i kësaj studiuese të shquar të letërsisë arbëreshe dhe të letërsisë shqipe zë vendin qendror, sepse ajo duke lexuar, duke studiuar Zef Serembën, ka ardhur në përfundim se ai është ndër poetët më të veçantë dhe siç thot ajo, është një romantik jo tipik, në kuptimin se shquhet me vlera të larta artistike, por në të njëjtën kohë ajo që arrin të paraqesë si risi për studimet e letërsisë arbëreshe, veçanërisht për Zef Serembën, ka të bëjë me atë parafrimin që kjo bën me midis Zef Serembës dhe Jeronim Deradës. Ky event shkencor u organizua me iniciativën e Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët në bashkëpunim me Universitetin e Qerem Çabej. Ka një aktivitet i cili do të përbante shumë autorë, ndoshta edhe për shumë vetë, edhe bëhet fjalë për një person. Të këtilla statura studiuesish kanë sjellë në Shqipëri një arav njerëzish, duke fillu nga fillim shekulli kaluar dhe ndoshta gjykoj që profesoresh Kodra është njëra prej tyre në këtë staturë të klasike të studiuesit. Ajo ka eksploruar një seri fushash, të cilat janë duke filluar nga studimi i historisë së letërsisë dhe i letërsisë shqipe, po aq sa i letërsisë arbëreshe. Po aq edhe i faktit të zgjodhëm Universitetin e Gjirokastër dhe Gjirokastrën për 2 arsye. Së parit një arsye, le të themi, jetësore private profesoresh Klarës, e cila në fakt ka një origjinë nga Gjirokastra, nga njëri prej prindve. E dyta, ajo e do shumë këtë qytet. Nëse nga jon ishte kënaqësia që ne të bashkëpunonim me këtë universitet.
do të thënë në serinë e universiteteve që ne bashkëpunojmë brenda Shqipërisë, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, me Universitetin e Gjirokastrës nuk kemi bërë. Unë du të kujtoj vetëm një element i cili mendoj se është lensa për gjithë. Mban një emër të ndritur si ai e Kerem Çabejt. Unë mendoj se është një peshë shumë e madhe në këtë raste nga vetë universiteti, që të mbaj emra të cilët jo vetëm thjesht sigurisht i bëjnë nder, por që të vënë në përgjegjësinë për të qenë në një nivel të duhur për ta përligjur disi këtë nderim që është bërë këtij universiteti. Konferenca u përshëndet edhe nga rektori i Universitetit të Gjirokastrës Yahut Sana dhe profesor emeritus Emil Lafe. Është kënaqësi e veçantë që të ndodhemi së bashku këtu në këtë sallë për të promovuar një nga figurat më të shquara të studimeve në fushën e gjuhësisë. Tashëm Universiteti i Gjirokastrës, gjithnjë më shumë, krahas rolit të saj në edukimin e brezave të ri, në formimin e kuadrove të ardhshëm, në fushën e arsimit, por dhe në fusha të tjera sipas programeve që afrojmë, ne po shndrohemi gjithnjë më shumë në një qendër kërkimore shkencore, ashtu sikurse janë dhe universitetet e Europës Perëndimore dhe më gjerë. Për këtë fakt flet edhe kjo konferencë që organizohet sot në bashkëpunim me Institutin e Studimeve për Arbëreshët dhe Universitetit e Kerem Çabejt të Gjirokastrës. Unë dua të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ju profesorë të nderuar që keni lëvruar për një kohë të gjatë studimet në fushën e gjuhësisë. Ashtu sikurse dihet, tashëm gjuha shqipe po përballet me vështirësi të jashtëzakonshme në kuadrin e globalizimit. Aq sa dhe neve sot në shumë edhe madja kjo është më e keqja dhe në shkresa zyrtare përdorin vend e pa vend fjalë të huaja, sidomos me anglisht. Por duke harruar dhe duke rënduar në kurriz të gjuhës sonë antare. Për këtë gjuhë të cilët me dhjetra rilindas tanë shkrim pasurinë e tyre dhe jetën e tyre për ta ruajtur si një gjuhë dhe si një aset. Në ditët e sotme, ruajtja e kësaj gjuhe, pasurimi i saj, ngelet një nga sfidat më të mëdha. Prandaj, në këtë konferencë, organizimin e kësaj konference, sot ju përgjigjem emrat më të shquar të studimeve të gjuhës shqipe. Kjo konferencë do t'i shërbej akoma dhe më shumë ruajtjes së vlerave të kësaj gjuhe. Do të jetë një homazh që ne u bëjmë atyre studiusve të cilët nuk jetojnë më. Do të jetë një homazh për heronjt dhe dëshmorët e gjuhës shqipe, sepse ne jemi ndoshta i vetmi kom në botë që kemi heroj dhe dëshmor për gjuhën. Ndërkohë që komeve të tjera nuk ishte dashur të kishin dëshmor dhe heroj, shqiptarët për të ruajtur gjuhën e tyre anëtare, shqiptarëve është dashur të luftojnë në dy fronte, si për të ruajtur pavarësinë, por mbi të gjitha për të ruajtur arsimin dhe gjuhën shqipe. Kemi punuar një jetë të tërë në një institut dhe ishte shumë miqësore me mua. Ajo Gjirokastrit po dhe unë Gjirokastrit jam. Jo nga qyteti, po nga Lagove Kriqit, këtu afër, fshati i bukur. Është më shumë se një konferencë shkencore, është një shenjë fisnikërie dhe vlerësimi për një njeri që ka punuar të jetën në heshtje, në qetësi dhe nuk ka pasur gëzime të tjera veç punës së saj shkencore që e ka mbajtur në gjendje shpirtërore gjithmonë të ngritur. Klara Kodra në shkrimet e saj dallohet për qartësinë e argumentimit, për thjeshtësinë e gjuhës, është e kuptueshme, sepse më falni këta të merren me letërsinë, unë kur i lexoj këto ka shumë formulime të ngatëruara ndonjëherë që duhet ta lexosh një herë, dy herë, tre herë, ta kuptosh. Ne të gjuhës duam më shumë qartësi. E Klara është shumë e qartë. Gjirokastra ka një traditë në studimet arbëreshe. Profesor Çabej është e mirënjohur në këtë fushë. Por pas profesor Çabej dua të përmend një student të tij, edhe mikun tim Ali Xhikun, edhe ai Gjirokastrit, që është
vijues si punës e Kerem Qabejt në studimet arbreshe në i parë kuptimi. Dhe pas Aligjikut, Klara Kodra, urojmë që dhe të tjerë tjenë në këtë hulli të studimeve arbreshe. Ky aktivitet u ndërmor në kuadër të 80 vjetorit të lindjes së profesoreshës Klara Kodra.